partia në shtaj. Dorë të gjite, kja më redon, brave. Të kënaqem thonë dhe kesh shqip emision, ja. Faleminderit që ndrem shumë. Për këtu... Përndysh, deshta më shtua diçka se edhe prindi jam, edhe prindi e qëndrimit kanë qenë kontribuës në lidhjen kombëtare për betimin e gjaqev. Kështu që në qëndrimit vetëm po bëjmë atë vazhdimsi tek shoqëria, pra që nuk duhet ta marrim politikën si burim përqarje. Po duhet jemi të afërt me njëri tjetrin se çdo herë dëra për dëra ka pas nevojë. Si në rastin tam që është paraqitur qëndrimi. Qëndrim, edhe një pyetje nashta s'djen kesh me ashtru Albertit. Pse Albert ti ka qenë në fazë burr për shembull, se unë kam dëgjuar fjalë që Alberti para se domethënë me pas të fillimisht. Po. Kur në zyre atë ditë edhe i thash ku je më të thash se kisha shoh mua këtë partinë ndërme këtë shumë të më thash po thash pavarësisht këtë aty në thash fjalës nuk i bi mas, se nuk e mësu mira për fjalës mas, thash ti kemi kom pjesë e punës. Tha, unë kërkoj falje, tha se kom pas nështë edhe hallet e mija dhe shqetësimet e mija. E qëfar hallet e mija? A guxojna me vetë? Unë i kam kërku për disa, mos me diskutu ma ka dhënë fjallën, sepse për deri sa kam falun, edhe falja është hinore, edhe njerëzit duhet falin, sepse mund t'jetë në dojnë moment kritik i çdo njanit, që mund të arri në atë nivel të ofendoj edhe të shajtë të tjerët, por ne kem pas edhe vrasje që ka ndodhur në vendin tonë, edhe në ato vrasje si Kushajm, Gjovat Kryezio, pashtu edhe familjarët me babajem, edhe gjithë rrethi Malishevës që i kam pri aty në pajtime gjatëse, kanë falë edhe vrasjet, edhe ne duhet i falë me ofendimet, sepse ofendimet as kanë më shumë se fjalët nuk e kanë nëndu dhe nuk e kanë, do të thotë nuk e kanë vra. Kështu që në atë ditë i kam thonë ti je i falur për atë punë dhe ky ka kërku falje bashkë me kushërinën e vetë se ato nuk do të përsëriten më kur njët kanë qenë të ndikuar, kanë qenë ndoshta edhe me presionet të vetat, cilat ja ka pru hallet, dertët e familjes, sepse një fjalë sot më herët më tha edhe një miku imi se s'kam janë qënë edhe në derë të armikut. Derë të hasmin, derë gjithë kujna. Edhe kushtet e vështira të Albertit, të cilat i kam kuptu se si ka ardhë dhe si ka pas gjendjen familjare, më herët unë e kam arsyetu edhe kam falë me plot shpirt. Sepse duhet i falim të gjithë pavarësisht gabimeve që bëjnë, Kosova është mbi të gjitha, Kosova është mbi partit, për këtë vend kanë derdhë me qindra e mira dëshmorë, gjak, kanë ra që ne me qenë të lirë, me qenë të pavarë, me jetu të lumtur, me qenë gjithë së bashku, me ndërtu këtë vend, dhe ne sot më përla dhe mos me jetë para, kjo nuk është keq, është shumë keq. Kështu që ne duhet punojmë, ta ndërtojmë vendin dhe mos shikojmë problemet të reja me sjellë vendit. Vendi jonë ka nevojë më ndërtu, më zhvillu dhe vendi jonë ka nevojë për popull. Nuk ka nevojë me ikri një për vendit tonë, kur ke mundësi me majtë mërëna. Albert, çka ka nëzit ty ka shumë, dhe me thonë, kjo mlef edhe kjo, dhe me thonë, kjo shgënjim, se në ke pos në e halë të rombur, se nuk është, unë e kam dëgju që kur ke dosh me një punë më herët kanë kërku dhe para, është e vërtet? Po, shumë e vërtet, ka qenë në bas tragedisë që kom pas në familje, që sa do është edhe ditëlindja e njënit për Llaznive që më ka dek Aldionit, pra sa do është ditëlindja ati, e fatkeqësisht ai nuk është në mesin tonë. Në atë kohë, pas dy tragedive të një pas njëshme, brenda 2 muaj si familje, ishëm dhe një gjendje pak si edhe traumë emocionale, po pastaj edhe ekonomiko-sociale. Edhe vendosëm me provu në njërë të regullt, jo të pa regullt, me u punësu ishte një konkurs në kek në atë kohë, ku kërkoheshin teknik në ndërndarisë. Ishte viti 2016, nëse nuk gaboj. Edhe atë kohë, pas shumë bisedave, prindi e merr një telefonat për disa zyrtarëve të lartë,
ndoshta nuk është mirë me cek partinë. Edhe i thonë që mësos jo mu personalisht, po dikujt nalt aty do të më jap 3.000 euro, nuk e di shumë kush është nalt atje. Edhe nuk e kishëm as 3.000 euro më dhon. Kështu që e kthym prapa. I kush ka qenë personi që ka humbë, s'bën me publiku, a? E marr vesh, çysh kom folën, mi fol krejt. Edhe me ec jetën përpara. Domethënë s'pethojmë sonte. Jo, s'ke më thonë asnjëherë. Sonte nuk Le do të jetë të ndërgjegjjen e tij, sepse ai sonte ashtu e dëgjon, le të jetë në fytyrën e tij. Le të jetë në fytyrën e tij. Po është e vërtet Albert, apo nuk është? Jo, është e vërtet. Po. Unë i kam kërku me fal edhe ato dhe me vazhdu jetën para, sepse jeta vazhdon edhe e para. Edhe duhet me fal. Qëndrimi pas ka në lu biletën edhe ti ke po sonte munis, po qëndrimi të kanole edhe mos me shku në Shkopo, është e vërtet? Po, në fakt, dje kum pas munisë dhe kum ka ndalë. Bravo, ja të lidhje. Përdryshe, po? Kum pas shumë mesazhe ose komente, jo, po, qa ke vendos Albert që të kemi përkraje, pse të qëndrimi, i këmë thonë, o vllot, na, para se me qenë parti ose politikan, na spore jem qytetarë të Republikës. E në shqiptar. Kjo që ka shprej qëndrimi o thjesht një solidaritet, një qasje omonë ndaj meja dhe nuk jam unë vetë të vërosë i por, unë pastaj jam informu për imejgjve të shumë që qëndrimi ka bo edhe shumë të mira si në rastin tem, ku i ka këthy ma dje dhe për Tash do dojme, po, qëndrimi me, unë di që nuk është rastin i por, Alberti, ti ke këthy shumë njerës, edhe njerës dherë qëtuar këti vendit, dhe më thonë ka pos ish veteran të shtërislimtarët të Kosovës, njerëz dallum intelektual, ndryshëm, që i ke bind. Para ti kam një 6. A mujna me përmend a njënën? Po, nuk ka nevoj me përmend. Ata nuk e kam bo vetëm për mu, po ata kam bo edhe për venin. Absolutisht. Edhe rrog për rrog, sa rrinë jashtë, pse mos më ndërtu venin. E qka ko me punu Albertit të të drejt kalzona tash, najde? Cilmi pak. Ka me punu punën që e marrë vesh me punu. Për i se po brët gazna, po? Po, në njërën nga të 7 kompanit, je marrë vesh me punu, dhe këtë do tjetë pjesë e kompanisë i sopër. I se po brët gazna. Albert, qka kemi bu aty? Ka me punu në shqitje. Kontrata. Shqitja, po? Letë. Po, krasa sojna qëfar do që është qëndrimit neveshme. Mësik për punë një gjizurë me ja kushtu Albinit. Rëjnë në rohë. Ja, më ka thonë atë Albinit, a jena partien verë, një orë dhe kemë pjesë për shefe me punu. Shte që një orë ka me punu ma shumë. Që edhe një pyetje tjetër tash më kujtu kështu këtë rasisht, Albert. Me datën 17 shkurt, ditën e pavarësisë Republikës Kosovës, është bo me di që do të bëhet një protestë jashtëzakonshme kundër gjykatës së Hagës që po i akuzon krejtë të shtërislimtarët të Kosovës